Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj nëpërmjet një mesazhi nga Vlora, drejtuar demokratëve dhe qytetarëve të thjeshtë, u ka bërë thirrje të marrin pjesë në protestën e Partisë Demokratike dhe opozitës. Sipas Leskajt, protesta është për qytetarin, kundër korrupsionit dhe për të thelluar llogaridhënien dhe transparencën, si dhe për të respektuar ligjin. Leskaj tha se të gjithë ata që kanë shkelur ligjin duhet të japin llogari. Mesazhi im i bashkohet të gjithë atyre shqiptarëve të ndershëm, i bashkohet të gjithë demokratëve, drejtuesve të Partisë Demokratike dhe jo vetëm, demokratëve të thjeshtë, dhe është një mesazh me një kuptim më të plot për arsye se vjen nga një vend i shenjtë, vjen nga ky vend që dhe nga Vlora që poeti ynë ish i përndjekur i politik Kujtim Murataj e ka quajtur Mekën e shqiptarëve të marrin pjesë në protestë. Protesta nuk është për Partinë Demokratike, por protesta është për qytetarët, është për qytetarin, është kundër korrupsionit të kësaj qeverie, është protestë për të thelluar llogaridhënien, transparencën, është protestë për të respektuar ligjin. Mbi ligjin nuk ka asnjë, qoftë ky kryeministri, zvendës kryeministri, ministrat e kështu me radhë. Të gjithë ata që kanë abuzuar, të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, të gjithë ata që kanë dekurajuar llogaridhënien dhe transparencën, padyshim duhet dhe do t'japin llogari. Deputeti Leskaj theksoi se për Partinë Demokratike dhe shqiptarët fillon tashmë një vit i ri i protestave, lëvizjeve dhe aksionit opozitar. Sipas tij, këto lëvizje do të jenë qytetare dhe politike. Leskaj tha se njëkohësisht Partia Demokratike do të shpallë edhe alternativën e saj qeverisëse për largimin e socialistëve dhe e pushtetit që sipas tij nuk po realizon një qeverisje as pak të mirë. Fillon një kohë e re, fillon një vit i ri, le ta vazhdojmë këtë vitin e 2026 me protesta, me lëvizje, me aksione të ndryshme qytetare dhe politike, dhe Partia Demokratike një herëzi të shpalli dhe alternativën e saj me qëllimin final për të larguar këtë qeverisje që vetëm qeverisje të mirë nuk po realizon. Dhe këtë kryeministër që është fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë, do të thoja.